Komandanti I forsave paqëruese të KFOR-it në Kosovë, generali Erhard Druz, tha sot se situata në veriun e banuar me shumicë serbe është më e mirë se sa një vit më parë, por sfidat janë ende të mëdha dhe varen nga proceset politike. Në një konferencë për gazetar në Prishtina I tha se barikada në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic është simboli rezistencës që tërheq vëmendjen në nevojën e çuarjes përpara të procesit politik për zgjidhjen e problemeve në zonë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje Leonat Shehu. Komandanti I forcave paqëruese të NATO-s në Kosovë, generali Erhard Druz, tha sot se situata aktuale është më e mirë nga një vit më parë, por sfidat janë ende të mëdha dhe varen nga proceset politike. Ai bëri këto komente në një takim me gazetar në prag të përfundimit të mandatit të tij një vjeçar në krye të forcave të NATO-s, gjatë të cilit veriu ishte sfida kryesore e tij. Ai tha se një vit më parë vendkalimet kufitare ishin zona të kufizuara ushtarake pa policie, dogana dhe rrugët ishin të barikaduara. Sot vendkalimet janë të lira dhe ekziston vetëm një barikadë në urën kryesore mbi lumin Ibër. This symbol of resistance is a reminder that the political process has to go further. Ky simbol I rezistencës është përkujtues se procesi politik duhet të ecë përpara, tha ai, duke nënvizuar se ushtarët e tij kanë kryer punën e tyre duke krijuar hapësirë që të tjerët I përkushtohen përparimit politik. Ai tha se rezistenca në veri nxiten nga disa përfaqësues politik radikal që duan të mbajnë situatën aktuale në atë zonë si dhe grupe kriminale që duan të ruajnë bizneset e tyre të mbështetura në kontrabandë dhe trafiqe. Ai shprehu bindjen se këto grupe po e humbin mbështetjen e popullsisë në veri. Ai tha se ka ende shumë sfida të cilat nuk varen nga veprimet e KFOR-it, I cili, siç tha ai, ka bërë përpjekje që të shmang çdo mundësi që gjatë sfidave në veri të ketë viktima qoftë nga banorët apo ushtarët e tij. So my intent was always to show not only our capabilities. Synimi im ishte gjithmonë jo vetëm për të dëshmuar mundësi dhe vendosmërinë tonë, por për të dëshmuar se KFOR-i nuk është armatë pushtuese, nuk është në luftë, por është një forcë paqëruese me mandat të qartë për një mjedis të qetë e të sigurt dhe për vendosjen e lirisë së lëvizjes për të gjithë. Generali Druz përmbyll mandatin e tij më 7 shtator kur pritet të zëvendësohet nga bashkëkombësi I tij, generali Volker Hallbauer. Aktualisht rreth 6.000 trupa të NATO-s shërbejnë në Kosovë, ndërsa planet për shkurtime të mëtejmë do të varen nga zhvillimet në teren. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.